Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, që në videon e parë në fakt kur nisa të bëj komentimet, uroj një herë të jeni mirë nga unë Tirona Lili. ëm, Thash që do të sjell edhe momente të bukura sot. Zakonisht ky Big Brother nuk është se na ka dhënë shumë momente të bukura, nuk është se na ka dhënë shumë emocione të mbajmë barkun nga e qeshura, por mbrëm kanë qenë momentet e tilla. Është bërë zakon që nga Big Brother VIP 1 deri në Big Brother VIP 4 që çunat në një prej neteve të shndrohen në goca. Do të thënë të vishen me fustane, të vishen me taka, të bëjnë make-upin, të bëjnë grimin, të rregullojnë flokët, të shndrohen në vajza dhe të marrin epitete të gocave. Rozana Radi, ashtu siç pati gjesti një avantazh nga vllau i madh për një lojë, për një sfidë të fituar, këtë avantazh e ka edhe Rozana që nga mbrëm 48 orë brenda shtëpisë së Big Brotherit, që të gjithë banorët janë në dispozitat e Rozanës, do me thënë të bëjnë çat ju thot Rozana, të veprojnë si të thot Rozana, të luajnë si të thot Rozana. Tani, dilema jonë është se si do të shkon me Gertën. Gerta mund ta prishën edhe krejtësisht lojën, mundet mos i respektoj rregullat e Rozanës, edhe pse mbrëm kur Rozana e dha rregullin e saj të parë, apo dëshirën e saj të parë, që të gjithë çunat të shndrohen në goca dhe të japin spektakël, Rozana nuk e tha që e keni ta bëni me patjetër, po tha nëse e ndjeni, nëse nuk e ndjeni mos e bëni. Ndërhyrja ka qenë e Laertit. Laerti tha, mbaj mend që rinte tek dera sepse po ruante kafen, sfidën që ua ka dhënë vllau i madh. Laerti tha që unë jam i mendimit që ne duhet të respektojmë të gjitha zarfa që vllau i madh i bjen në këtë shtëpi. Në momentin e parë që vllau i madh e ka thënë në zarf të bardhë që ti Rozana Radi ke 48 orë për të bërë çfarë të duash me ne, ne jemi patjetër pro që duhet të respektojmë sepse është një avantazh që ka sjell vllau i madh dhe ne duhet ta respektojmë lojën e vllaut të madh. Të gjithë çunat u shndruan në goca. Gerta ishte, le të themi, aleatja më e rëndë e Rozanës. Gerta ishte moderatorja e këtij spektakli, ku Gjesti fitoi vendin e parë në spektakël si goca më e bukur shqiptare, por edhe ka aktruar në mënyrë fantastike që në fakt ka qenë shumë qesharake. Puthja në buzë me Laertin që u komentua shumë dhe Valbona e vuajti shumë këtë puthje, domethënë pa marrë parasysh se çfarë ndodhen në këtë Big Brother, këto banorë s'ka shancat mos kenë hatër mbetje. Dhe në anën tjetër, do me thënë, diskutimet që solli kjo sfidë. Pas sfidës, kujtoj ka qenë ora 3 mes natës mbrëm, në verandë, teksa banorët po ruanin Lori Kafen, do me thënë sfidën që Lori Kafe ua ka sjellë që duhet ta ruaj 24 orë. Pati një lloj diskutimi ku Jozi, së bashku me Danjën, dyshojnë që Laerti edhe Valbona kanë një strategji për jashtë për të shkuar drejt finales, duke menduar që janë komshinj në të njëjtën hyrje, duke menduar që janë miq në të njëjtën lagje, duke menduar që janë rritur së bashku, ato kanë një lloj strategjie dhe kanë një lloj qëllimi të tyre për të arritur drejt finales. Laerti këtë gjë e kundërshtonte, njëkohësisht edhe Rozana e kundërshtoi duke patur një debat shumë të fortë deri në fenomenin e ofendimeve drejt për shembull Danjës në këtë rast, por edhe drejt Jozit, gjë e cila domethënë e dëmtoi shumë Rozanën sepse u acarua dhe doli nga kontrolla. Banorët nuk ma merr tani, deri më tani, domethënë, deri në këtë moment e kanë marrë shumë shtruar këtë sfidën, apo këtë avantazhin që ua ka dhënë vllau i madh në favor të Rozanës. Nuk e dim se si do shkon në momentet në vazhdim, në qoftë se Gerta Gixhari, janë dyshimet e mia te Gerta për faktin sepse Gerta është aleatja më e rëndë e Rozanës në lojë, mund ta prishën komplet këtë lojën dhe nuk dëshiron që për shembull t'i fal Rozanës këto lukset që vllau i madh ja ka dhënë, do të shohim se si do shkon. Sot ka nisur një ditë e qetë, sot ka nisur një ditë me pozitivitet, kemi patur një dron brenda shtëpisë e cila erdhi për Kellin në mbështetje nga familja e tij dhe familja është gjithçka ndaj atij debati që u bën, ndoshta e kanë ndier të arsyeshme që do bin dron në shtëpi. Do të thënë avantazhin që në fakt
Rozana ka është 48 orë, do shohim se si do shkon, a do jetë një avantazh i respektuar nga të gjithë banorët, apo banorët disa që në krye është Gerta që unë dyshoj, mund ta prishën këtë avantazh, ne do ta kuptojmë në ditët, në momentet në vazhdim, do djekim Big Brother dhe do kuptojmë se çfarë ka ndodhur. Dua të marr mendimin tuaj si e vlerësoni ju kërkesën e parë të Rozanës natën e mbrëmshme. Është një kërkesë nga ana e produksionit për të realizuar ky ritëm që është bërë në 4 Big Brother, le të themi, që çunat janë shndruar në goca, apo janë Big Brothera të ndjekur nga këto banorët nga më herët, edhe tash lojrat e atyre i risjellin përsëri në këto edicione. Doja të marr mendimin tuaj.